Në organizim të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut të shtunën me mitingun ndërkombëtar në atletik në shtegun e arenës Todor Proeski në Shkup, zyrtarisht nisi sezoni i ri i këtij sporti në Maqedoninë e Veriut. Të pranishëm në këtë manifestim sportiv ishin garues nga disa klube anëtare të federatës, si dhe garues nga klube të Kosovës. E pranishme në këtë ngjarje sportive, kryetaria e federatës Aleksandra Vojnevska, ekskluzivisht për televizionin Koha, foli për pritshmëritë e federatës, por edhe të garuesve në sezonin e ri 2025. Na sezonat është napomenavte 2025 kako se i prethodna sezona imame mnogo nabijan kalendar. Sa i përket sezonit 2025 të atletikës, kemi kalendar shumë të ngjeshur, numër të madh të garave që arritëm ta përputhim kalendarin e garave me ato të federatës evropiane dhe botërore. Kemi shumë gara për kategoritë e pionerëve, të rinjve dhe ato të seniorëve. Më gëzon fakti që atletët tani më të mirë përfshirë këtu edhe Dario Ivanovski, Jovan Stojevski, Andrea Strajkovski, Adriana Pop Arsova, Drita Islami do të jenë të pranishëm dhe do t'i kemi këtu këtë sezon. Gjithsesi, do të plotësojmë edhe me atletë të ri që pritet t'i bashkangjiten këtij grupi elitar të seniorëve dhe gjithsesi do të fokusohemi tek Kupa Evropiane ekipore në Sloveni, ku pjesa më e madhe e reprezentuesve sigurisht do të jetë me mbi 25 deri në 30 atletë që do të përfaqësojnë për të mbrojtur ngjyrat e shtetit ton, ku dhe presim të ngjitemi lart, deklaroi kryetaria Aleksandra Vojnevska. Kryetaria e federatës u shpreh e kënaqur dhe beson se klubet anëtare të federatës janë të gatshme për sfidat që i presin gjatë këtij viti kalendarik. Besoj se janë të përgatitur, patëm kohë të bollshme për përgatitje. Këtu normalisht do të potencoja gjithsesi përkrahjen të Agjencisë për Rini dhe Sport dhe tani Ministrisë së Sportit në formën e vaucherëve dhe në formën e subvencioneve, krejt me qëllim të ngritjes së nivelit të sportistëve, trajnerëve të klubeve, gjithashtu edhe neve si federat. Kështu që pres që nga sezoni në sezon, ashtu siç filluam vitin e kaluar, të kemi rezultate më të mira dhe të thyem rekordet kombëtare. Në hapjen e sezonit e pranishme ishte edhe rekordmenja e vendit në hedhjen e gjyles dhe diskut Jumna Fetaj. Ajo tha se me fillimin e sezonit është 50% e kënaqur, ndërsa rezultate më të mira pret në garat e radhës ndërkombëtare. Garat e radhës pres rezultate më të mira, me qenë se tash edhe jam me trener nga të që jam profesional, edhe kena me pasën këtu që do të mbahet e jo që do t'jetë Olimpiada për 3, Festivali Olimpik për 3, edhe aty unë do të marrë pjesë, edhe aty pres ndonjë medalje, shpresoj të marrë medalje, edhe nga Ballkaniada shpresoj të marrë ndonjë medalje. Rekorde shtetërore normal, ato nuk i kuj mas se në stop i baj, që janë diçka në përditshmëri janë botone. Në hapjen e sezonit të atletikës në vendin ton, të pranishëm ishin edhe një numër i konsiderueshëm i atleteve nga disa klube të Kosovës, në mesin e të cilëve edhe Grevist Bytyqi, atleti i parë nga Kosova, që garoi në lojrat paraolimpike Paris 2024. Era 2 që kam marrë pjesë në këtë miting, sot provova në garën e 800 metra, kur arritëm një rezultat personal, jam shumë i lumtur për këtë rezultat kaq dhe zurava nga pak. Organizatori i këtij mitingu ndërkombëtar, hapja e sezonit 2025, Federata e Atletikës së Maqedonisë së Veriut, përfituesit në të gjitha disiplinat ndau medalje dhe mirënjohje.